I will look at it at the time. I'm not looking at anything. Të pranoj rezultatin nëse fiton Clinton? Nuk e di. Do të shoh. Do t'ju mbaj pezull. Është kjo deklarata shokuese që kandidati republikan Donald Trump dha në debatin e fundit televiziv, i cili rezultoi sërish një show i mbushur me akuza dhe polemika mes dy kandidatëve. E para herë në historinë amerikane që një kandidat vë në dyshim sistemin elektoral dhe demokracinë e vendit. Por këto zgjedhje nuk kanë rezultuar as pak normale që në nisje të tyre. E sikurse në debatet e mëparshme sondazhe nxjerrin fituese demokraten Hillary Clinton me 52% të mbështetjes. Shpeshherë gjatë debatit manjati pasurive të paluajtshme, përsëritjes se zgjedhjet elektorale janë të manipuluara e për shkak të skandalit të emaileve Hillary Clinton nuk duhet as të kandidonte. Sigurisht që Clinton do të mbrojë duke sulmuar rivalin dhe duke e konsideruar si kandidatin më të rrezikshëm në historinë 240 vjeçare të demokracisë amerikane. Në debatin e fundit presidencial u fol pak për të gjitha, duke nisur nga çështjet e abortit, armët, emigracioni, ekonomia, gjykata e lartë, politika jashtme dhe sigurisht skandalet seksuale. Edhe një herë manjati përsëriti mendimet e tij kundra emigrantëve, duke thënë se do të ndërtojë një mur për të lënë jashtë të gjithë përdoruesit e drogës. Me qetë ishte në këtë pikë Clinton, e cila konfirmoi se do të riformojë emigracionin, por jo duke ndërtuar mure. Asgjë e përbashkët mes dy kandidatëve dhe sigurisht politika jashtme është nga pika që edhe në debatet e mëparshme ka shkaktuar përplasje. Sërish në skem përmendet emri i presidentit Vladimir Putin, ku ish sekretarja e shtetit e cilëson Trump një kukull të kreu të Kremlinit. Trump është kandidati më i rrezikshëm në historinë amerikane. Pas WikiLeaks janë rusët, Trump do të jetë kukulla e Putin. Atij i pëlqen të ketë një buratin. I menjëhershëm reagimi i Trumpit, i cili thotë se nuk e njeh Putin, por do të ishte diçka pozitive nëse marrëdhëniet me Rusinë do të ishin të mira. E sa i përket skandaleve të fundit seksuale, edhe një herë kandidati republikan mbroni den se të gjitha akuzat ishin false, e ndërsa Trump thotë se i respekton gratë, në sallë nisin të qeshurat. Nëse në debatet e ardhshme kishte një shtrëngim duarsh, në Las Vegas një gjë e tillë mungoi. Zgjedhjet e 8 nëntorit me sa duket do të jenë një surprizë, siç ishte edhe vetë kjo fushat presidenciale.